Në një moment të tensionuar dhe të pasinqert në shtëpinë e Big Brother, Jozi ka një bisedë të ndershme dhe të pasur me disa prej banorëve, ku ai ndan një rrëfim të befasishëm për marrëdhënien e tij me Loredanën. Me një shikim të mbushur me reflektim dhe me një ton të qetë, ai e pranon publikisht diçka që shumë prej banorëve dhe ndjekësve nuk e kishin kuptuar deri tani. Unë po ju them tani, dhe nuk ka rëndësi kush mendon ndryshe, por e vërteta është se Loredanën e kam përdorur vetëm për lojë, thot Jozi, duke e shikuar grupin me një fytyrë serioze dhe të vendosur. Nuk kam ndjenja për të. Kjo ka qenë gjithçka një lojë nga fillimi deri në fund. Fjalët e tij bien si një bombë brenda shtëpisë, duke shkaktuar reagime të ndryshme nga banorët që ndodhen aty. Disa mbeten të shastisur, të tjerë e shikojnë me dyshim, ndërsa disa janë të gatshëm ta përqafojnë këtë shpjegim, pasi e dinë që Jozi është gjithmonë një lojtar që di si të krijojë drama. Mendoj se kam përdorur Loredanën për të qëndruar në lojë, për të krijuar aleanca dhe për të pasur një imazh të fortë brenda shtëpisë, vazhdon Jozi, duke shikuar nga njëri banor tek tjetri. E di që mund të dukem i ftohtë apo i pamëshirshëm, por kjo ka qenë strategjia ime. Nuk kam pasur asnjëherë dashuri për të, asnjëherë nuk kam qenë i interesuar për të. Jozi e tregon këtë moment me një sinqeritet që shumë e shohin si një hap të guximshëm, duke pranuar diçka që mund të ketë prekur ndjenjat e të tjerëve, por që ai e sheh si pjesë të lojës. Ai vazhdon, të gjithë këtu brenda bëjnë gjithçka për të mbajtur veten në lojë, dhe unë kam bërë të njëjtën gjë. Nuk mund ta mohoj këtë, sepse është e vërteta. Banorët që janë dëshmitar të këtij rrëfimi janë të shokuar. Disa prej tyre e shohin atë si një njeri të sinqert që po thot atë që ndjen, ndërsa të tjerë janë të tronditur nga ajo që kanë dëgjuar. Ata që e kanë parë marrëdhënien mes Jozi dhe Loredanës si një lidhje romantike, tani po kalojnë një moment të befasishëm, duke e parë gjithçka në një dritë krejtësisht të re. Pra, gjithçka ka qenë një mashtrim? Pyet njëri prej banorëve, duke e shikuar Jozin me dyshim. Po pse e bëre këtë, Jozi? Jozi merr një moment për të menduar, pastaj përgjigjet me qetësi, në fund të fundit, kjo është një lojë. Të gjithë kemi ardhur këtu për të fituar dhe për të arritur qëllimet tona. Loredana ishte një pjesë e kësaj strategjie. Më vjen keq nëse ajo është lënduar, por kjo ka qenë vetëm një mënyrë për të kaluar përpara. Fjalët e tij krijojnë një atmosferë të rënduar brenda shtëpisë. Pjesa më e madhe e banorëve janë të tronditur nga ajo që kanë dëgjuar, duke e kuptuar tani që Jozi nuk ka pasur asnjë qëllim të pastër në marrëdhënien e tij me Loredanën. Disa janë të habitur nga sinqeriteti i tij, të tjerë janë të indinjuar dhe e shohin atë si një lojtar që nuk ka ndjenja të vërteta për askënd. Në fund të këtij rrëfimi, Jozi mbetet i qetë, duke pritur për reagimet e të tjerëve. Ai di që këtë deklaratë mund ta ketë paguar me pasoja, por gjithashtu e di që kjo është pjesë e strategjisë së tij dhe që ai do të vazhdojë të luftojë deri në fund për të arritur qëllimet e tij. Të gjithë banorët janë të ulur në sallën e qëndrimit, duke kaluar një mbrëmje të qetë, kur papritur diskutimi mes tyre eskalon në një debat të ashpër. Vserloni, i cili është i njohur për natyrën e tij të drejtë për drejtë, ka shprehur mendimin e tij për disa vendime që ka marrë Gbani kohët e fundit, duke mos u kursyer fare në komentet e tij. Ai nuk është i kënaqur me disa veprime të Gbanit dhe e shpreh hapur këtë, por kjo e ka acaruar Gbanin shumë. Po, të pyes, Gbani, a nuk mendon se je duke bërë gabime këtu? Nuk është gjithçka ashtu siç duket, thot Vserloni, duke i drejtuar një vështrim të shqetësuar, ndërsa flet për veprimet e Gbanit. Kjo përpjekje për të dhënë këshilla nuk i ka pëlqyer fare Gbanit. Ai, i cili është gjithmonë i vetbesuar dhe nuk toleron kritik, ndjehet i sulmuar dhe nis menjëherë një reagim të fortë. Pa u menduar shumë, ai ia kthen me një shprehje të mbushur me inat dhe ironi, duke e fyer pa mëshirë, ti nuk je burr, Vserlon. Ti je një grua e vërtetë, thot ai, duke e fyer dhe përçmuar hapur. Ti nuk ke asgjë që vlen këtu. Ti je një mashtrues që thjesht flet për të folur. Të paktën mbyllë gojen dhe mos më flit më. Nuk kam nevojë për këshillat e tua. Fjalët e Gbanit bien si një shok i fortë për Vserlonin, i cili është i habitur nga ashpërsia e komentit. Pjesa më e madhe e banorëve, të cilët janë të pranishëm dhe po ndjekin diskutimin, janë të tronditur nga intensiteti i situatës.
Disa e shohin këtë si një lëvizje të padrejtë të Gbanit, ndërsa të tjerë janë të shokuar nga mënyra e tij e fyrjes. Po ti çfarë ke të bësh, në fakt? Vazhdon Gbani me një ton të ashpër, duke vazhduar të godasë Vserlonin me fjalë të rënda dhe ofenduese. Më thuaj një gjë që ke bërë, një herë që ke treguar se ke diçka të vlefshme për të thënë. Mbylle gojën dhe mos më përmend, je vetëm një dikush që do të tregoj sa shumë je i paaftë. Vserloni e ndjen se fjalët e Gbanit po i mbushin zemrën me inat dhe dëshpërim, por ai përpiqet të ruajë qetësinë dhe të mos përfshihet në përplasje më të mëdha. Ai është i inatosur, por nuk dëshiron ta bëjë situatën edhe më të keqe. Megjithatë, mbetet i frustruar, duke mos e kuptuar pse Gbani ka kaq shumë inat ndaj tij. Po, ti do të vazhdosh kështu. Të fyesh dhe të provokosh njerëzit? Po, kjo është gjithçka që di të bësh, vetëm të ofendosh. Thot Vserloni, duke u munduar të përmbahet, por nuk mund ta fshehë zemërimin që po i mbushet brenda. Një heshtje e rëndë mbulon sallën. Të gjithë banorët janë të shqetësuar dhe në pritje, të pasigurt për atë që mund të ndodhë më tej. Ata ndjejnë tensionin që ka shpërthyer mes Gbanit dhe Vserlonit dhe kanë frikë se ky debat mund të ketë pasoja të mëdha për marrëdhëniet e tyre brenda shtëpisë. Në këtë moment, është e qartë se tensioni mes tyre ka kaluar çdo kufi. Gjithçka ka kaluar nga një diskutim i thjeshtë në një përplasje të hapur dhe të ashpër, ku fyrjet dhe ofendimet janë bërë pjesë e rutinës së ditës. Në një moment të nxehtë brenda shtëpisë së Big Brother, tensioni mes Vserlonit dhe Gbanit është duke arritur kulmin. Të gjithë banorët janë të ulur në sallën e qëndrimit dhe po kalojnë një kohë të qetë, kur papritur, një koment i Vserlonit tërheq vëmendjen e të gjithëve. Vserloni, i njohur për natyrën e tij provokuese dhe që shpesh nuk kursen fjalët, e shikon Gbanin me një buzëqeshje të qëllimshme dhe e shfrytëzon mundësinë për t'i bërë një koment të drejtë për drejtë. Po, ti mendon se je i fortë, apo jo, Gbani? Thot Vserloni me një ton ironik, duke e fiksuar Gbanin me një shikim të mbushur me dyshim. Po të shikoj dhe dukesh sikur ke një shpatë në dorë, por në realitet je vetëm një i butë që flet shumë. Fjalët e tij godasin Gbanin, i cili është mësuar të jetë një figurë autoritare dhe gjithmonë ka kërkuar respekt nga të tjerët. Ai nuk mund të qëndrojë i qetë pas kësaj tallje dhe ngadalë e kupton që Vserloni po e provokon me qëllim. Gbanit i ngritet nervozizmi dhe ai fillon të ndihet i fyer nga ky koment, por ai përpiqet të ruajë qetësinë. Megjithatë, Vserloni nuk ka ndërmend të ndalojë. Ti mendon se po i imponohesh të gjithëve këtu brenda, por e vërteta është se nuk je asgjë tjetër veç se një kukull që i duket vetes shumë i fortë, vazhdon Vserloni, duke e shtuar tensionin. E ke gabim, sepse në fund të fundit, kur arrin të shikosh veten në pasqyrë, do të kuptosh se je thjesht një dështim që flet kot. Je asgjë më shumë se një njeri që e ka të vështirë të mbajë kontrollin mbi veten. Fjalët e Vserlonit janë si një goditje në mbrez, duke e bërë Gbanin të ndjehet tërësisht i ofenduar. I bindur se kjo është një lojë e hapur për të shkatëruar imazhin e tij, ai i kthen përgjigje me një ton të tensionuar dhe fyese. Po, ti mund të tallesh me mua, por në fund të ditës ti nuk je asgjë. Ndonjëherë më duket se flet më shumë për të tërhequr vëmendjen, se sa për të thënë diçka të vlefshme. Nëse mendon se je më i fortë se unë, atëherë përpjekja jote është e kollë. Të gjithë banorët janë duke ndjekur me vëmendje këtë përplasje, pasi gjithçka duket të ketë kaluar nga një diskutim i thjeshtë në një përballje të hapur dhe të ashpër. Vserloni, duke parë se Gbanin e ka humbur plotësisht qetësinë, ndjehet i kënaqur me provokimin që ka bërë dhe vazhdon me talljet e tij. Po, vazhdo të bërtas, veç se nuk do të bëj asgjë më të fortë. Ti je i butë për brenda, po pretendoje si dikush i fortë, por realisht asnjëherë nuk do të arrish aty ku do t'i thjesht nuk ke asgjë për të dhënë. I shqetësuar dhe i inatosur, Gbani fillon të kuptoj se ky debat po bëhet gjithnjë më personal dhe se fjalët e Vserlonit nuk janë thjesht tallje, por një përpjekje e hapur për ta shkatëruar figurën e tij brenda shtëpisë. Të gjithë banorët janë ulur në sallën e qëndrimit, duke biseduar dhe duke kaluar kohë së bashku, kur papritur gjesti, me qëllim të provokuar, merr rrobat e Gbanit dhe i fsheh ato diku. Në momentin që Gbani e kupton se rrobat e tij nuk janë më aty, ai fillon të kërkojë me ngulm. I mbushur me nerva, ai kërkon çdo cep të dhomës dhe e pyet me shqetësim, pa ditur ku të shkojë. Gjesti, ku i ke çuar rrobat e mia? Pse e bëre këtë?
thot Gbani, duke e shikuar me tërbim. Kjo nuk është më qesharake, më ktheni rrobat. S'kam humor për këto gjëra. Gjesti, i cili është gjithmonë në kërkim të një mundësie për të bërë një shaka, e sheh Gbanin të irrituar dhe nuk mund të ndalë qeshin. Ai, me një buzëqeshje të plot, i përgjigjet Gbanit me një qëndrim të qetë dhe të pamëshirshëm. Pse po bëhesh kaq serioz, Gbani? Nuk janë të humbura, thjesht I kam fshehur. Mos u bëj kaq I ndjeshëm, është vetëm një lojë. Thot Gjesti, duke qeshur dhe duke u tallur me të. Nuk kam marrë asgjë nga ti, janë thjesht rroba. S'ka pse të shqetësohesh kaq shumë. Megjithatë, Gbani, I cili është gjithmonë shumë I kujdesshëm për imazhin dhe territorin e tij, nuk e merr me humor këtë shaka. Ai është I zemëruar, duke parë se Gjesti po vazhdon të tallë me të. Ai e kupton se kjo mund të jetë një nga ato momente kur Gjesti do ta provokojë, por gjithsesi ndjehet I fyer dhe I irrituar. Nuk është fare çështja e rrobave, Gjesti. I thot ai, duke ngushtuar sytë dhe duke I drejtuar një shikim të ashpër. Kjo është një shaka e ulët dhe nuk do të lë të kalosh pa më kthyer ato. Më jep rrobat. Gjesti, duke parë se si nervozizmi I Gbanit po rritet, përpiqet ta ndalë përplasjen me një buzëqeshje të tjetërsuar dhe një ton tallës. Po, të kthej rrobat, mjaft, Gbani. Po vetëm një shaka e vogël, pse po e bën kaq të madhe? Megjithatë, shaka e tij po kalon në një nivel tjetër dhe situata po bëhet gjithnjë më e ngarkuar. Disa banor që ishin afër po shikojnë me kujdes, duke vërejtur se tensioni mes Gbanit dhe Gjestit është rritur. Ata fillojnë të ndihen të pasigurt dhe të shqetësuar se ky mund të jetë momenti kur përplasjet mes tyre mund të dalin jashtë kontrollit. Mos e kaloni më tej këtë, Gjesti, thot një prej banorëve të tjerë, duke u përpjekur të ndërhyjë dhe të qetësojë situatën. Jo të gjithë po e shohin si një shaka. Gjesti e sheh se atmosfera është gjithnjë më e tensionuar dhe duket se ka kaluar paksa kufirin e qesharakes, por ai vazhdon ta luajë këtë lojë, duke e ditur që është gjithmonë një hap larg për shkallëzimin të situatës. Në fund, ai kthen rrobat, por jo pa I shtuar një buzëqeshje tallëse, ndërsa Gbani I mbushur me nerva I merr ato dhe largohet, duke mos thënë asnjë fjalë tjetër. Të gjithë banorët mbeten të heshtur për disa sekonda, duke pritur të shohin se si do të reagojë secili, pasi tensioni I këtij momenti është I dukshëm dhe atmosferën e mbush me një heshtje të rëndë. Në një moment të tensionuar në shtëpinë e Big Brother, Ola dhe Gjesti fillojnë një debat të fortë që I trondit të gjithë banorët e tjerë. Gjesti, I cili ka qenë gjithmonë I njohur për provokimet dhe përpjekjet për të sfiduar kufit, këtë herë duket se ka shkuar shumë larg. Ola, e cila është gjithmonë shumë e kujdesshme me kufit e saj dhe ndjenjat e të tjerëve, nuk mund të përmbahet më dhe shpërthen ndaj tij. Gjesti, ti nuk do të guxosh të futesh në krevatin tim. Thot ajo, duke e shikuar me një shikim të acaruara dhe të qartë. Ola nuk është si Egli, që lejon të bësh çfarë të duash. Nuk po e toleroj këtë më. Gjesti, që është I njohur për humorin e tij të përzier me provokime, fillon të qesh në mënyrë ironike. Ai duket se nuk e merr seriozisht shqetësimin e Oles, por kjo vetëm e acaron më tej. Ola është në pikën e saj të kufirit dhe nuk ka asnjë dëshirë të shkojë më tej me këtë situatë. A e kupton ti që po flet për një kufi që nuk e kalon? Thot ajo me një ton të ngritur dhe të mbushur me zemërim. Unë nuk jam askush që do të lër të shkelin mbi mua ashtu siç do. Gjesti nga ana e tij përpiqet të qetësojë situatën, por është e qartë se ai nuk e kupton plotësisht se sa e rëndë është kjo për Olan. Ai I drejtohet me një buzëqeshje të ngurtë, por nuk duket se është në gjendje të kuptojë seriozitetin e asaj që po I thotë. Ola, po të tregoj, është vetëm një shaka. Nuk kam asnjë qëllim të keq. Thot ai, duke e përgënjeshtruar shqetësimin e saj. Po bëj vetëm atë që bëjnë të gjithë këtu, për të argëtuar pak. Mos e merr kaq seriozisht. Por kjo vetëm sa e acaron më shumë Olan. Ajo e sheh këtë si një shtytje për ta ndjerë veten të pafuqishme dhe për të humbur respektin që ka për veten. Ik, shtuku. Thot ajo, duke e shikuar me një shikim të ftohtë dhe të vendosur. Nuk kam kohë për të dëgjuar më lojtari të tillë si ty. Ti nuk ke asnjë ide se çfarë po flet dhe nuk do ta lejoj më këtë që të vazhdoj.
Gjesti e kupton që situata ka shkuar shumë larg dhe, për herë të parë, nuk mund të përgjigjet me të njëjtën qetësi që ka pasur deri tani. Pjesa më e madhe e banorëve janë të heshtur dhe po shikojnë nga larg, pasi e dinë që ky debat mund të ketë pasoja të mëdha për marrëdhëniet mes tyre. Në këtë moment, atmosfera në shtëpi është e tensionuar dhe të gjithë po presin të shohin se si do të zhvillohet situata. A do të arrin Ola dhe Gjesti të sqarohen dhe të gjejnë një kompromis, apo ky moment do të shënojë një përplasje të rëndë që do të ndikohet edhe në lojën e tyre? Në një nga momentet më të tensionuara të ditës në shtëpinë e Big Brother, situata shpërthen në një debat të ashpër ndërmjet Gbanit dhe Eglit. Të gjithë banorët janë ulur rreth, duke dëgjuar dhe vëzhguar çdo fjalë që thonë këta dy, ndërsa tensioni vazhdon të rritet mes tyre. Gbani, i nervozuar dhe duke e ndjerë gjithnjë e më shumë presionin, nuk mund të përmbahet më dhe i drejtohet Eglit me një ton të ngritur. Ti po flet pa menduar, Egli. E di ti që çfarë po thua? Po bëhesh një budallaqe e vërtet, thot ai, duke i drejtuar një shikim të ashpër. Gjesti nuk është ashtu siç e sheh ti, po të përdor si një marionet dhe ti, si një idiot, po e lejon këtë. Egli e shikon Gbanin me një shprehje të zemëruar në fytyrë, e cila tregon se ajo është e indinjuar nga fjalët e tij. Ajo kthehet menjëherë për t'u përgjigjur, e cila e bën situatën edhe më të tensionuar. Pse më thua këtë, Gbani? Ti mendon se nuk e kuptoj? Gjesti më pëlqen dhe unë e respektoj, por nuk kam nevojë për të më thënë ti se si të ndjehem. Jam e mërzitur që ti po më sulmon pa asnjë arsye. I thot ajo, duke ngritur zërin. Nuk po përdorem nga askush dhe nuk kam nevojë për leksionet e tua. Gbani nuk nguron dhe nuk ndalet, duke u shprehur edhe më ashpër. Ai e kupton që po e humbet terrenin dhe është i gatshëm të shkojë deri në fund për të mbrojtur pikpamjet e tij. Nuk po të sulmoj, Egli. Po të them të vërtetën. Po jeton në një iluzion. Ti mendon se Gjesti është dikush i jashtëzakonshëm, por ai është vetëm një lojtar që po përdor çdo mundësi për të manipuluar çdo situatë. Thot ai, duke shtrënguar duar. Po të përdor për të mbajtur lojtën e tij interesante, dhe ti po i je përgjigjur çdo herë. Egli, e mbushur me zemërim, e shikon dhe i përgjigjet me të njëjtën forcë. Të lutem, Gbani, nuk kam nevojë për këto mendime të tua. Nuk më vjen mirë që po më gjykon dhe po më flet kështu. Ti mendon se më nje, por nuk e kupton fare. Të gjithë banorët kanë mbetur të shastisur dhe të habitur nga intensiteti i diskutimit. Disa përpiqen të ndërhyjnë për të ndaluar përplasjen, ndërsa të tjerë qëndrojnë të heshtur, duke pritur të shohin si do të përfundojë. Tensioni është kaq i madh sa që është e qartë se asnjëri nga dy nuk është gati të tërhiqet. Egi, po humbesh. Vazhdon Gbani me një buzëqeshje të thyrë. Po e bëni vetë këtë dhe nuk e kuptoni. Gjesti nuk është mik i vërtet, ai është thjesht një lojtar që po të përdor për të përfituar. Egli e ndjen këtë sulm personal dhe fillon të nervozohet edhe më shumë. Kjo ka kaluar tashmë nga një bisedë e zakonshme në një grindje të hapur dhe të ashpër, dhe askush nuk duket të mund të ndalë këtë përplasje që po bëhet gjithnjë e më e nxehtë. A do të arrin ata të mbyllin këtë debat pa përshkallëzuar më tej përplasje të tjera, apo ky moment do të shënojë një pikë kthes të marrëdhënies së tyre në shtëpinë e Big Brother? Në shtëpinë e Big Brotherit, tensionet mes banorëve janë gjithnjë të pranishme, por këtë herë një debat i ashpër shpërthen mes Eglit dhe Gbanit. Gjithçka nis nga një bisedë e zakonshme, por shumë shpejt situata del jashtë kontrollit dhe tonet e tyre ngrihen. Egli, e irrituar nga sjellja e Gbanit dhe mënyra se si ai flet me banorët e tjerë, nuk përmbahet më dhe i drejtohet atij me tone të ashpra. Gbani, e kupton pse je vetëm? Sepse askush nuk mund të të durojë. Nuk ka asnjë femër që do të rrinte me ty për një kohë të gjatë, sepse je arrogant dhe nuk di si të sillesh me njerëzit. Gbani e shikon me një buzëqeshje ironike, duke tundur kokën, por është e qartë se fjalët e saj e kanë prekur. Ai mbështetet në karrige dhe mundohet të duket i qetë, por Egli nuk ndalet. Ti mendon se je interesant, por në fakt je thjesht një idiot. Vazhdon ajo, me zërin që sa vjen e bëhet më i fortë. Gjithmonë e njëjta sjellje, gjithmonë duke provokuar të tjerët dhe duke menduar se je më i forti. Po më beso, kjo nuk të bën tërheqës, përkundrazi, të bën të padurueshëm.
Banorët e tjerë fillojnë të afrohen, të intriguar nga debati që po zhvillohet. Disa mundohen të ndërhyjnë për ta qetësuar situatën, por Egli është shumë e nxehur dhe nuk e ka ndërmend të ndalet. Ti flet shumë për veten, por në fund të ditës je vetëm, i thot ajo me një ton thumbues. Nuk ka asnjë vajzë këtu brenda, apo jashtë, që do të merrte seriozisht. Ndoshta është koha të mendosh pse. Gbani tashmë nuk po buzëqesh më. Ai shtrëngon nofullën dhe i afrohet Eglit, duke i folur me një ton të ulët, por të ngarkuar emocionalisht. Kujdes me fjalët, Egli. Nuk më njeh sa duhet për të më gjykuar në këtë mënyrë. Dhe të siguroj që nuk më intereson as pak se çfarë mendon ti për mua. Egli qesh me ironi dhe e shikon me sfidë. Sigurisht që të intereson, i thot ajo. Sepse e vërteta të djeg, apo jo. Në fund të fundit, unë thjesht po them atë që të gjithë të tjerët mendojnë, por nuk guxojnë ta thonë. Banorët fillojnë të komentojnë mes tyre, duke parë që situata po bëhet gjithnjë e më e nxehtë. Disa përpiqen të ndryshojnë temën për të shmangur një përplasje më të madhe, por duket se as Egli dhe as Gbani nuk janë të gatshëm të tërhiqen. A do të vazhdoj ky konflikt mes tyre? Apo dikush do të ndërhyjë për të qetësuar situatën? Një gjë është e sigurt, pas kësaj përplasjeje, marrëdhënia mes Gbanit dhe Eglit nuk do të jetë më e njëjtë.